sot që ju prezantojmë projektin e financuar nga programi për bashkëpunim ndërkufitar Kosovë-Malizi. Është punu në të dyja teritoret pra të Kosovës edhe të Malizi për të zhvilluar kapacitetet tek familjet, tek ambistrit në zonat rurale, si kjo këtu në Rugov, po edhe në pjesë tjera të komunës, ku janë identifikuar 20 familje të cilat kanë përfituar drejt për drejt me programet ngritjes kapacitetit, me mbështetje me intervenime të vogla në hapësirat e ambistrive të tyre. Ky është një projekt ndërkufitar me të cilin ne si komunë jemi bashkëfinancues dhe jemi lider gjithësisht udhëhec të këtij projekti. Qëllimi i këtij projektit është që të nxisim sa më shumë zhvillimin e turizmit rural. Komuna APS politika zhvillimore i ka orientuar në zhvillim të qëndrueshëm, duke u bazuar në potencialet turistike që i ka, sidomos ato potencialet natyrore që i kemi në komunën e APS, por edhe ato të trashëgimisë kulturore. Kështu që edhe ky projekt i ka ndihmuar procesit të zhvillimit të këtyre politikave dhe kemi arritë të bëjmë produktin të turizmit rural. Po ashtu ky projekt domethënë i ka ndihmuar procesit të zhvillimit të produktit turistik në pjesë rurale, si dhe promovimit të ofertës turistike rurale. Unë quhem Ardian Kelmendi, gjindem në fshatin Qyshk, në këtë fshat ku jemi sot këtu. Këtu ne gatuajmë ushqime tradicionale. Kemi kalu një dekadë që ja kemi nisë të zhvilluar biznes, domethënë me këto ushqime. Mbi gjitha edhe pse është punë e ronë edhe punë e mundshme, ne kemi pas si arsye që na mundson edhe vendi, domethënë që jemi fshat këtu, na mundson edhe vendi që të kultivojmë ose të gatuajmë më shumë edhe pak me rujt me fanatizëm ushqime tradicionale se sa përfitimet. Unë quhem Mustafa Nikçi. Unë quhem Besime Nikçi, jem këtu në fshatin Shtupeçi i Madh, te villat Limi Resort. Ofrojmë shumë shërbime këtu, akomodim, ushqime tradicionale, pritje të mirë, ambient pastër, çdo gjë që ja vlen për villat. Ne jemi përfitues të projektit, i cili na ka ndihmuar dhe na ka dhënë një kontribut të fortë, më thonë, se ka munguar një verandë të tillë në këtë ambient kaq bukur që është. Bele kemi komplemente të ndryshme edhe nga mysafirët kur vinë, shumë e qellueshme, shumë e mirë, i falenderojmë projektuesit edhe donacionin. Ja sam Mirjana Srbljak iz sela Zahaća. Ovde sam udata već 40 godina, živim u Goraždevac, imam 4 dece. Spremam znači kako počne voće, kako počnu trešnje, pa višnje, jagode i sve redom. Svoje voće imam, voće ne kupujem nikad, imam sve svoje, i šljive, i jabuke, i kruške, i sve. Paprike sijem, imam za jedno 50%, kornišone sve moje i još dodam posle za ajvar još malo paprike. Imam svog čoveka gde ja kupujem, on mi donese. Desilo se i to da kroz taj rad budem na nekoj izložbi i mnogo sam zahvalna organizaciju, jer samo sam njega znala, ja sam to dobila od organizacije i mnogo sam zahvalna da ljudi mogu da dođu ovde da probaju te naše proizvode koje mi radimo ručno. Nikakve mašine nemamo, samo se radi po starom procesu, kao što je moja baka, moja majka i tako dalje. Ja sam Mujo Kalač iz Vitomirice. Bavim se proizvodnjom kozjeg sira, držim negde oko 70 koza, držao sam i više, ali sada malo sam u godinama, pa malo sam smanjio taj broj. Proizvodnja ide dobro, prodaju imam, tako da ne znam šta ću drugo da kažem. Zahvaljujem se ovoj organizaciji koja mi je pomogla za ovu verandu, pa ima gde gosti da sednem i tako da malo bolje se osjećaju. Ja se mučim da to što bolje ugostim i da biću dobar u tim dočekima. Puno se zahvaljujem ovom projektu. Na përmes shitjet qumshtit i krijojmë tartat edhe jetojmë me këto tartat tona. Përmes këtij projektit unë falenderoj shumë se cili na ka ofruar një trajnim jashtë vendit që na ka ndihmuar shumë. Kemi qenë në Malizi edhe kemi vizituar
na për bjeshk, na për natyrë që i kanë pas dele, lopë, që na kanë ndihmu shumë, edhe na kanë dhënë këtë mloje këtu, se qilla kjo pajisje vlen që vinë t'jashtit shumë shpesh vinë, me smit vacër, mi këqyrë delet, lopë, rrinë ka një orë këtu, vetëm mi këqyrë. Djathin na që punojmë bazat tona, qumshtin, naj elemente tjera, sidomos të na përdoret një kaçamak aty, ja përgatitim o naj pite, o naj fli, ose diçka tjera. Projekti në përgjithësi ka mri këto rezultate, do të thotë ka kriju partneritet, besojmë afatgjatë në mes të këtyre operatorëve të ardhshëm turistik, të cilët do e pasurojnë ofertën turistike të komunës PS me një përvojë pak më ndryshe në turizmin rural për të gjithë ata vizitorë dhe turistë të cilët edhe frekuentojnë dhe në të ardhmen do të jenë në numër edhe më të madh.